Teodora Muzaka, bashkëshortja e Lek Dugagjinit. Leka besoi zhgënim të rënd shpirtëror në të parën dashuritë e vërtet që ndjeu. Ëndra për të marrë nuse Irenën, princeshën e Zadrimes, nuk ju realizua kurrë. Leka humbi jo vetëm shpresën të bënte grua kurore Amazonën më të bukur të universit femëror shqiptar, por humbi edhe duelin epik me Lek Zaharin, duel në të cilin e shpuri dashuria e marrë, që i kishte përvluar shpirtin, vërbuar shikimin dhe paralizuar logjikën. Shumë historianë ndër të cilët Barleti, Noli, Biemi thonë se për shkak të turpit që e plakosi Lek Dugagjinin u hakmuar dhe vrau Lek Zaharin. Por nuk përjashtohet një farë subjektivizimi naçar kur ja atribuojnë këtë vepër Lekës, e cila ka të gjitha gjasat e jenë vepër e Hamza Kastriotit ose e Venedikut, vepër që i mbeti Lekës dhe kursu vërtetua se ishte ai autori i saj. Ndoshta, gjendur në një depresion të rënd shpirtëror, Leka pranoi të martohej me Teodora Muzakën, motrën e vogël të Gjon Muzakës, e cila më parë kishte qenë martuar me një farë Gjosho Balsha, zotëruesi një principatet e vogël që sot nuk i dim do t'ja gjejmë koordinatat. Teodora pas vdekjes së të shoqit, duke mos pasur fëmijë, trashëgoi pasuritë e burrit të ndirë dhe vendosi të martohej me Lekën e Dugagjinëve. Ka mundësi që kjo zgjedhje të ketë qenë e dy anshme dhe mendohet se për afrimin e tyre ka ndikuar Maria Muzaka, konata e Teodorës, që ishte bi nga dera Dugagjinëve. Leka duket se ka dashur të mbyll përfundimisht tundimin e shpirtit nga refuzimi i Irenës, duke u martuar me një princeshë të pasur nga një sferë e lartë, siç ishte dera Muzakajve të Beratit. Leka ka të ngjarë të jetë martuar para vitit 1447, viti në të cilin u vra Lek Zaharia. Përndryshe Leka do të rikërkonte dorën e Irenës në mungesë të rivalit, tashmë të vdekur, përpara se t'i drejtohej një vejushe simpatike, por që kursesi nuk e kishte muzin e gjëllor të Irenës. Leka jetoi gjithë jetën me Teodorën, duke mos e lëshuar as kordën, as punët e pleqnive. Nga kjo zgjedhje dy palëshe imponuar, edhe nga ndjenja, edhe nga interesi, me e fituara doli Teodora, që mori kurorin e princit me karizmatik shqiptar, të cilit fatkeqësisht nuk ju dhuroi dot as një trashëgimtar. Pa dashur të paragjykojmë zgjedhjen që bëri i dishmi Lek, ajo që kemi të drejtë të themi është se ustaj i urtis që vërtet i pa fat në fushën e dashurisë. E kush nuk e ëndronte ta shpinte në shtrat e ta kishte për burr Lek Dugagjinin? Ndoshta të gjitha femrat e kohës së tij, veç Irenës, dhe për koincidencë ai u martua me një vejushë.